Dje në ora 18:10 në stacionin policor Tetov, SS 42 vjeç nga fshati Shumë i Strugës, me vendbanim të përkohshëm në Tetov, deputeti i Kuventit të Republikës së Maqedonisë së Veriut ka raportuar se rreth orës 13 ka marrë kërcënime në një rrjet social nga BK dhe BK nga fshati Veleshti i Strugës, po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëm në ora 23:50 në magjistralen fshati Zhelin Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme në Tetov kanë arrestuar 4 persona, të gjithë nga fshati Reqicë e Madhe e Tetovës, pasi që gjatë kontrollit të tyre është gjetur një lëndë pluhuri e bardhë. Pas dokumentimit të rastit, do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 17:39 në stacionin policor Gostivar, personi MU, 24 vjeç nga fshati Qegrani Gostivarit, ka raportuar se në rrugën Balindolska në Gostivar është sulmuar fizikisht nga EF nga Gostivari. Rasti është duke u zbardhur. Dje zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në komunikacion rrugor të Tetovës kanë privuar nga liria personin HA, 56 vjeç nga fshati Reqicë e Madhe e Tetovës, i cili në veturën e tij BMW me targa të Tetovës në bulevardin Vidoe Smilevski Bato në Tetov ka drejtuar me shpejtësi prej 111 km/h në vend ku shpejtësia maksimale e lejuar është 50 km/h në një zonë të banuar. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të ngrihet një kallëzim përkatës nga neni 297 A i Kodit Penal, drejtim mjeti në pakujdesi.